Përshëndetje shenja e dashit, sot do të zhvillojmë një pyetje rrugë të tipit kush ju xhelozon? Kartat që ranë për ju janë grua e pjekur, udhkryq dhe seksualiteti. Këto karta sugjerojnë se xhelozia vjen nga një person me energji femërore më të pjekur se ju, ndoshta në moshë, në përvojë ose qëndrim. Kjo figurë mund të jetë dikush që ndodhet në një udhkryq personal dhe e ndjen konkurrencën ose krahasimin me ju, veçanërisht në lidhje me sharmin, seksualitetin apo mënyrën se si të tjerët ju shohin dhe ju tërheqin. Xhelozia e saj mund të lidhet me aftësinë tuaj për të tërhequr vëmendje pa shumë përpjekje, rrugët që po zgjidhni në jetë ndoshta ju po ecni përpara, ndoshta ajo ndjehet e ngecur dhe ndoshta liria ose vetbesimi juaj e trondit sigurinë e saj. Unë do të thoja që liria juaj i sfidon ata që nuk guxojnë të jenë vetvetja, prandaj vazhdoni të ecni përpara me dinjitet, sepse ju jeni dritë për shumë njerëz, edhe për ata që nuk e pranojnë. Paçim!